Në një fjalim të fortë për eurodeputetët, Ursula von der Leyen paralajmëroi se Europa po përballet me një fushat të qëllimshme të ashtu quajtur lufta në zonën gri, që synon destabilizim e vendet e Unionit. Dy incidente mund të jenë rastësi, por jo 3, 5 apo 10. Kjo është një fushat e qëllimshme kundër Europës dhe Europa duhet të përgjigjet, tha ajo. Presidentja e Komisionit e cilësoi këtë si një moment kritik për sigurinë kontinentale, duke përmendur një sër sulmesh të fundit ndaj infrastrukturës dhe hapësirës ajrore europiane. Vetëm në 2 javët e fundit avionët MiG kanë shkelur hapësirën ajrore të Estonisë dhe dronet janë vërejtur mbi zona kritike në Belgjik, Poloni, Rumani, Danimark dhe Gjermani. Kabllot nënmujore janë prerë, aeroportet e qendrat logjistike janë paralizuar nga sulmet kibernetike dhe zgjedhjet po goditen nga fushata dezinformuese, theksoi von der Leyen. Ajo paralajmëroi se këto nuk janë incidente të izoluara, por pjesë e një modeli të rrezikshëm që kërkon reagim të koordinuar europian. Kjo është një luftë hibride dhe duhet të marrim seriozisht, shtoi kreu i Komisionit Evropian, duke bërë thirrje për ndërtimin e një plani të unifikuar, plan europian të mbështetur nga NATO. Në kuadër të këtij plani, i cili pritet të prezantohet brenda 2 javësh, von der Leyen njoftoi nisjen e projektit Muri i droneve 2030, që do të përfshijë teknologji të avancuar për zbulimin dhe neutralizimin e menjëhershëm të droneve në kufit lindor të Bashkimit Evropian. Sipas saj, ky do të jetë një nga shtyllat kryesore të gatishmërisë strategjike të Europës për dekadën e ardhshme.